Tash një vit maj poliklinika në Prizren falë për kushtimit të palodhur të menaxheres së doktoresha Mibera Mustafa, ka arritur të ofroj mjek specialist të dalluar kosovar, si që është doktor Dardan Koqinaj, internist specialist i kardiologjisë, i cili sot për televizionin Besa ka theksuar se kjo poliklinik me aparatura që posedon nga fjala fundit e kardiologjisë mund të regjistrojë dhe shërbime me aparatura për regjistrim 24 orë, si për zemrën dhe për tensionin e gjakut. Faleminderit televizionit juaj për këtë intervistë. Në My Poliklinik kemi fillu me shërbimet internistike, në veçanti me shërbimet kardiologjike, për shkak se unë jam specialist, do të thoni, mjekësisë interne dhe kardiologjisë. Në My Poliklinik kryjm vizitat e rregullta kardiologjike, të cilat janë me ekzaminimin e pacientit, pastaj me EKG-n, rutinë që bëhet, me matjen e tensionit dhe matjen e parametrave të tjerë, siç është pesha, gjatësia, të cilat na nevojitën për dhënat përgjithshme të pacientit. E pastaj kemi edhe ekzaminimet plotësuese, të cilat mundemi me i kry në My Poliklinik. Po unë kam nderin që të kryj shërbime në qytetin tim të lindjes, në vend lindje, dhe kam një përvojë, do të thonë, kam diplomuar vitin 1998, do të thonë kam mbi 20 vite përvojë si mjek dhe si specialist, edhe një përvojë tim ndesha ta ushtroj pranë pacientëve të vendlindjes sime. Normalisht që, do të thonë, përveç ekzaminimeve rutinë kardiologjike, ne do t'i bëjmë edhe ekzaminime tjera, siç është ultrazoni i zemrës, do të thonë gjitha me aparatura më të reja që janë në treg. Pastaj kemi mundësi ta përcjellim EKG-n ose incizimin e zemrës për 24 orë me aparatura të cilat pacientit i montohen këtu, ja vendosim dhe pastaj pas 24 orëve pacienti e bjen. Është e mira asaj sepse mundemi me përcjell çrregullimet e ritmit në radhë të parë të zemrës, e pastaj edhe ndonjë ndryshim në aspektin e furnizimit të zemrës me gjak, në mënyrë indirekte, do të thonë të konkludojmë lidhur me punën e zemrës së tij, dhe kështu edhe normalisht ti bashkojmë ose ti komparojmë, ti krahasojmë ato me ankesat që i ka të përditshme pacienti. Është e mira se pacienti gjatë ditës i kryen funksionet e veta, do të thonë gjitha funksionet e veta, vetëm nuk mundet me bë tush, me u la për shkak aparaturës, të tjera gjanat gjitha i kryen edhe man evidenca nëse ka ndonjë problem që na mandej me pa në regjistrimet se ato probleme apo kanë natyrë prej zemrës apo jo. Dhe nga përvoja e tij e gjatë prej specialistit të kardiologjisë, ku pacientët mund të marrin shërbime profesionale. Derisa falë aparaturave të sofistikuara, këto mund të merren edhe shërbime të tjera specialistike nga shërbime tjera. Përveç EKG-s na mundemi me përcjell edhe tensionin e gjakut 24 orë, po ashtu me aparatura të reja, të cilat i vendosen pacientit dhe në mënyrë periodike aparati mat vlerat edhe i regjistron ato, edhe bën diagrame të ndryshme të cilat i ndihmojnë, në këtë rast më ndihmojnë mua për me e konkludu se si është tensioni, a ka vlera të ngrituna të tensionit të gjakut, apo korelojnë ato me ankesat e pacientit, edhe në qoftë se është duke marrë terapi, apo reagon terapi, apo ka nevojë për ndryshim. Do të thonë, këto janë metoda të cilat munden me u bë edhe për ekzaminime, për diagnostikime, po edhe për përcjellje të terapisë. Apeli i doktor Dardanit është me këto shërbime, kjo poliklinik i mirëpret pacientët qofshin nga Prizreni, Kosova dhe nga shtetet të tjera. Pacientët, porosia më e mirë është që të kujdesen për shëndetin e tyre, në veçanti të kujdesen për zemrën. Kujdesi për zemrën nuk është vetëm me ardhur te mjeku, po edhe me përcjell këshillat e mjekut, edhe në tansi me pas një bashkëpunim edhe me mjekun, edhe me familjarët, edhe me profesionistët të tjerë, cilët për shkak se sëmundjet e zemrës kërkojnë një angazhim të gjithë, do të thonë, aktorëve.
Derisa po në këtë poliklinik me mjetet e fjalës së fundit janë edhe në sektorin e radiologjisë, ku tekniku i lartë Endrit Kallaba shpjegon se radiologjia në këtë poliklinik me aparaturat e fundit të fjalës moderne ofron shërbime të shumta, ku pacientët jo vetëm nga Prizreni e Kosova, por edhe nga Shqipëria vinë shpesh dhe padyshim se ndahen të kënaqur me shërbimet tona. Po rentgeni është i ri, sapo ka ardhur, është sistem digital full komplet, është italian, sistemi më i ri edhe atje edhe këtu. Ofrojmë shërbime të gjitha pjesët e trupit të rentgenit, prej orës 8 mëngjes deri në orën 8 në mbrëmje. Klinika është e re, i ka të gjitha kushtet, vetëm po i presim pacientat. Zakonisht rentgeni është më shumë për pjesën e eshtrave. Pjesën e eshtrave, gjunjët, unozat, apo gjitha këto, po është edhe të pjesa e mushkrive hyni një pjesë shumë e rëndësishme e rentgenit. Po përgjithësi më shumë është për pjesën e eshtrave, më shumë pjesa ortopedike. Fakti është që vinë shumë OPV-ri i Shqipërisë, sidomos kohëve të fundit kemi një pjesë shumë të madhe për tyne, për shkak se janë të kënaqur me poliklinikën përgjithësi, po edhe me pjesën e rentgenit që më takon mua më saktë. Ata vinë për shërbimin këtu të mirë, për rentgenin e ri, edhe për gjitha kushtet që i ofrojnë ne si klinikë. Kjo poliklinik tashmë fal angazhimit të përbashkët po bëhet vend shërim për shumë pacient dhe nga një poliklinik më specialiste dhe staf profesional.